Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo vajza, bravo. Më qenë shumë umën me brirë. Qa është kjo, brirët, e? Brirët e umënit. Po nga 5 brirë për kokë, nga 10 brirë për kokë, si drerë. Nese. Që sillu mirë. Tani, Gjemi, kemi problem me ujin. Me ujin e pishëm, 24 orë do ta kesh në shtëpi nëse nuk e ke. Nëse nuk e ke 48 orë. Nuk është ky momenti i ujit këtu për 24 orëshin. Na morët ujin, na morët jetën, është thirrja e banorëve në Martanesh, sepse bëhet fjalë për një kompani atje që po kërkon të marrë gjithë ujin atje, çfarë gjë uji atje për të bërë një hec. Një hec? Po, më duket sikur e kemi transmetuar një herë këtë është shumë e vërtetë. Problematik. Në vitin 2018 Fiksi ka bërë, është marrë me këtë çështje. Dhe janë po të njëjtët banor që ankohen? Të njëjtit banor e njëjta firmë. E tmerrshme. E njëjta situatë. Në atë kohë pak në qetësi kjo firma, por ja ku zgjohet përsëri çështja pas 7 vitesh. Më mirë. Se ka menduar tani që hamase do harrojnë këta. Nuk do ankohen më, u ankuan një herë, kaq boll. Kush do i dëgjojnë funditës? Ata shkretët janë anku gjithandej, kanë shku në për bashkira, në për qeverira, në për ministrira. Askush se ka dëgjuar. Dhe vinë përsëri tek Fiksi siç erdhën përpara 7 vjetësh. 7 vitesh. Dhe sigurisht Fiksi që do merret me këtë punë sepse është çështje shumë sensitive. Kupton, uji më është uji, është jeta. Pra nuk mund ta marrësh ti. Vetëm pasuri e këtyre banorëve. Pra nuk mund ta marrësh ti kështu sikur e ke në tokë bab, si e themi neve. Por ta ndjekim pak ankesën e banorëve edhe një herë dhe kthehemi në studio. Miqtë e Fiksit, jemi në Kras, në njësinë administrative Martanesh në Bulqiz. Në qershor të vitit 2018, emisioni Fix Fare trajtoi problematikën e këtij fshati, pra të gjithë zonës së Martaneshit, në lidhje me punimet për marrjen e ujit të liçenit të sopave nga një firmë e cila kishte marrë një leje koncesionare për ndërtimin e një hecit. Në ato kohë, emisioni Fix Fare denoncoi shkatërimin e të gjithë zonës nga firma Teodori 2003. Të paktën 1500 hektar tokë rrezikojnë të ngelin pa ujë vaditës në 4 fshatra të Martaneshit të rrethit të Bulqizës. Shkak është bërë nisja e punimeve për devijimin e rrjedhës së liçenit të sobeve për të shfrytëzuar për hidrocentrale. Pa u grepos populli Martaneshit, niket varë se ka bo Bulqiza, ne nuk e lejojmë liçen e sopeve. Pas ndërprerjes së punimeve për vite me radhë, e njëjta firmë, Teodori 2003, ka shkuar në zonën dhe po bën punime. Banorët janë ngritur disa herë, kanë protestuar ndërkohë që punimet vijojnë ende sot e kësaj dite. U ban 10 vite që bëhen punimet në këtë drejtim dhe aktualisht nuk është marrë asimas nga pushteti vendor ujë janë tjetërsu ujrat nga baseni i Matit në basenin e Dibrës, deri në Zi. I thonë të vjetrit i fjalë popullore. Lopa ime shumë që ta marrësh ti. Shka pse? Është e pa drejtë. Ktu u shkatru vend. Zjarri po. Spata po, gërmimet po, këtë kërkojmë edhe këtu. Pra është të rënë kur të merë ujtin e pishëm, që buka ndryshe, po ujtë është jeta. Këtu bëhet fjalë për një trup që po jam prer da Marta Gjakut, dhe po u prer da Marta Gjakut bëmë kesh sa dushëm ftyrë e veri dhamët. Çështja është urgjente. Kanë fut një tunel edhe kanë aty me na marrë ujtë, kësaj zone. Kundërshtim me çdo ligj, 5 fshatrat. Zonës Martaneshit, 5 fshatra, janë të marru edhe ujë pishëm nuk mund të marrën më, ja ujë vaditës. Po qofse ai ujë merret komplet, ne me të marru, aty do lëmë kokën. Aty na do lëmë kokën se për ndryshim të vdek. Prandaj kërkojmë që shteti të vejdorë më njëherë. Ai ka shku me tunel, me galeri, me pajisje plase, me dinamit.
ku e merr atë lejaj, me kushtetut, me ligjë, rrjedhat e ujit, nuk lejohet, nuk nda, në shkrim aja punë. Aja ka nda. Mund devijojnë. Nuk devijohet, se o shkrim. Ai uji atje, le 5 fshatra pa ujë. E tha Martaneshin komplet nga uji Vadicës. Tash për ta tjetërsu ujt nga Martaneshi me çun deri është krimi më i madh. Le shkelje ligji. Unë i bëj thirrje Edi Ramës. Nga heq qafet atë kurqetër, se nga ka marrë në qafë si sot. A i shkel të gjithë ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju ka pyet njëri për këtë gjë? Nuk është marrë asnjë dëgjes publike. Mbas se firma tani ka menduar që duhet këtyre banorëve 24 orë ujë. Ç'ai duhet? Na ka parë në tjerët që jetojmë edhe me pak orë ujë, kështu që edhe këta mund të përshtaten, e kupton? Po ç'a, le më thanë atje, le thanë se si duhet gjë. Le thanë, jo, se nuk do të merrte të gjithën edhe ti. Tani banorët e thonë e pretendojnë këtë gjë që firma nuk ka asnjë leje për ta ushtruar këtë aktivitet. Dhe këtu është zëri banorëve dhe neve tani me kamerën fiksit kemi shkuar dhe kemi filmuar, domethënë për ta parë me sytë tonë dhe për ta dëgjuar me veshët tonë, apo bëhen punim apo s'po bëhen punim. Ne kemi shkuar në afërsi të liçenit të Sopajt, po dhe në disa përrenj aty afër për parë gojen e ekskavatorëve se ç'bëhet atje. Gjithashtu kemi kontaktuar dhe me administratorin e njësisë Martaneshi, i cili na tha, ç'na tha? Dëgjoje. Ç'na tha? Pas një rrugë disa minuta, ne kemi ardhur si për zonës Martaneshit, pikërisht tek liçeni i Sopave. Ky është liçeni. Po. Firma Teodori 2003. Çfarë projekti parashikon? Projekti të marrë rrjedhën e lumit mat, ta kthejnë lumin drin. Ka bë tunelin aty në Lugjes, quhet vendi Lugjes, e ka nxjerrën në anën e liçenizi për të marrë gjithë pllajën. Traseja vjen pikërisht këtu, te diga. Po te diga. Dhe kjo është pronë e zonës tonë. Si mund të kthehet rrjedha e lumit mat, të kthehet lumin drin. E leje ulash nuk ka, leje nga banorët këtu nuk ka, leje nga baseni ulave të Lezhës nuk ka. Atëherë unë nuk e di si punon, se lejojnë atë ditë që ve me kry punimaj, mi herë shteti do të shkojë aty tjetër aty në prezencë. Ku e ke lejet? Do të marrim me trashe ujrat nga ky liçen, me trashe rreth 1 kilometër, do t'i çojnë ke tuneli, edhe me anë të tuneli 6 deri në 700 metra, nuk e di ato metrat e sakta, ato do i hedhin në basenin e drin. Aty hudhin liçenizi dhe liçenizi ai çon Hirë Shetral. Duhet qenë se kjo firma ndërpreu punimet për gati 7 vite e gjys pas denoncimit të parë të emisionit Fix Fare. Ka marrë leje, i ka rimarrë to leje? Jo, nuk ka marrë as leje. Ato që filmuam ne, liçeni ujrat e liçenit të Sopa, do vinë të gjitha në këtë pikë. Këtu në këtë pikë edhe do devijohen me anë të tunelit të nxjerrën nga ana tjetër e malit në basenin Drimbon. Atëherë këtu bëhet tjetërsimi i ujrave. Jemi dakord për ndërtimet, por jo ndërtim merr lumin e matit, çojë në dibër, me ndryshu rrjedhën e lumejet. Kjo është një katastrofë mjedisore, kur firma me dinin time nuk ka bërë asnjë konsultim publik. Pa dëgjes publike, pa miratimin e ish komunës, ai nuk mund të vazhdonte punë. Ka leje ndërtimi? Pa ma leje ujtje nuk merr dot leje ndërtimi. Po bën një katastrofë mjedisore, edhe po thanë ka të fshatra, afërsisht 5 fshatra për ujë Vadicë. Gjatë cilës se nuk mund ndodhi, do ndalu me çdo kusht. Ne kemi bërë kërkesë bashkia i ka marrë masat, është Drejtoria e Pyjeve ka shku, ka bërë konstatimin e vend, kanë vendosur gjobën, kanë bërë vlerësimin e dëmit, edhe me të bashkisë po ashtu ka marrë masat e veta, edhe di që deri tani mendimin time është çështja është në polici për ta bllokuar si firmë. Nuk punon aty, cila firmë? Teodori 2003. Fix Fare ka siguruar disa dokumente nga Drejtoria e Pyjeve në Bashkim Bulqiz, e cila ka bërë një inspektim dhe ka gjetur me shkelje firmën Teodori 2003. Sipas këtij dokumenti, inspektorët kanë konstatuar gërmime në mënyrë të palishme dhe prerje të pemëve. Më pas është bërë një vlerësim i dëmit në fondin pyjor, ku firma është gjobitur me 145 milion lek ose rreth 1.5 milion euro. Inspektorët e pyjeve i kanë kërkuar ndihmë edhe policisë, por asnjë mas nuk është marrë deri më tani, pasi punimet vijojnë.
Po bën një tunel këtu, në krahun e basenit të Drinit, të krahun e Drinit të afërsinë Zi, po bën një tunel, do vinë nën kufirin, kaloj kufirin ton, edhe hyn në del këtu afër në Fushllop, vendin që Fushllop, vjen me tunel këtu, vjen me kanal betoni këtu, merr kullimet e liçenit plus rrjedhat e majës së Dhoksit. Kjo është baseni i lumit mat, plus i lumit mat, por kjo firmë që bën këtë tunel nuk ka marrë parasysh asnjë pasojë që shkakton në fshatrat në popullatën e Martaneshit. E dëgjova edhe ti atë që dëgjova unë? Po dëgjova edhe unë, po për ke fjalën se dëgjova shumë. 1.5 milion euro, po nuk është pak more, kaq bën heci vetëm. Pa. Ç'është kjo gjob? Pa nuk është kështu si është, shiko se në pamje të parë kështu është. 1.5 milion euro gjob. Po tash do anki moj, e kupton apo jo? Do shkoj atje të paguat po. Urdhë? Si mund ta paguash? Ja ta tregoj se paguan. Ai shkon aty, thotë aty gjykatësit, ai gjykatësit thotë shiko, ke 1.5 milion euro gjob, çfarë do bësh me këto lek? I thotë gjykatësit se janë çiksi shumë, më kupton çfarë do bësh ti me këto lek? Po jo po se do kem se po të tash mo i heqim do po se ta e falim. U sqaruat vëza? Sa qartë ishte gjykatësi? Po tash s'du më thon tamam procedurën se pastaj ja shes punën aty në gjykatësave. Ja fik deri. I jepi D negative thonë. Ja kush na frymëzoi. Po pra, ai kupton, ai më që të paguaj 1.5 milion euro, po themi paguën sa euro. Hop. Edhe bën. Edhe deli pa fajshëm, thotë s'ka gjob, ju hoq gjob këti. Që gjob e pa drejtë. Ishte nxituar si gjob. Nxituar, ju kërkojnë ndjes. Megjithatë, gazetarët e Fiksit janë interesuar dhe kanë shkuar në zyrat e bazenit ujor Ishëm Erzen Mat. Për të pyetur, more, a ka në leje kjo firmë për ta marrë ujin? E kemi pyet, më pyetje e sinqertë. Ha, si mendon ti? Jo, po si mendon ti? Pse lodhen njëherë këto gazetarët e Fiksit? Një pyetje që i dihet përgjigje. Megjithatë, ja ta vërtetojmë sërish. Ka marrë ndonjë lejë këtë dori 2003 te basenet Mat për shfrytëzimin e ujrave? Jo, nga baseni Mat nuk ka Teodori 2003 leje. Po. Unë e di që ka një leje nga baseni Drimbun, për pjesën sa i takon pjesës së Drimbunës, ndërsa këtë basen nuk ka. Po si ku i merr ato ujrat aty? Bën një monitorim dhe kemi konstatuar si është situata. E kemi çuar. Po patjetër, e kemi çuar drejtorinë përgjithshme, që i takon drejtorisë përgjithshme tani sepse të marrë një vendim. Po si do të trajtojë se ujrat kur kalojnë nga një basen tjetër duhet të trajtojë këtë ujë, nuk duhet të trajtojë këshilli i basenit. Dhe për hidrocentralë mund bën nëse vendos këtë ujë, nëse vendosin ato. Po deri sot ka vendim KKT-s për jo, nuk ka një vendim tillë. Nga Mati nuk ka leje. Kjo është problemi pra që ky hidrocentral me fjalë kësaj firmës Teodori, sipas relacionit që ka bollë zyra ime, merr, domethënë ka një mbivendosje, merr ujërat e basenit Matit. Ato kanë një leje nga baseni Drimbun. Po tani, leja e basenit Drimbun nuk mund të jetë për ujërat e Matit, patjetër. Nëse do merren ujërat e basenit Matit dhe do çohen në basenin e Drimbunës, duhet një vendim i Këshillit Kombëtar të Ujit. Po mirë, duke qenë se ata janë në këtë situatë dhe po vijojnë punime, po bënin tuneli, po bënin një tunel ata. Qëndrimin për këtë gjë tani me relacionin që kemi shumë ne, drejtoria e përgjithshme ndoshta duhet të ketë vepruar dhe duhet të ketë dërguar shkresat institucioneve përkatëse në lidhje me lejet me gjitha. Ky ishte tuneli, po ishte kjo situatë është raportuar nga ana jonë. Ky është tuneli që do merren Po, është raportuar fiks, kjo është përgatitur relacioni, kam një relacion që ka ardhur për këtë punë dhe që e kam dërguar në drejtorinë e përgjithshme. Siç edhe dëgjua, drejtori tha se për të gjitha masat konkrete duhet të merret Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Ne erdhëm pranë kësaj agjencie, kërkuam një përgjegjës për të folur, për të biseduar rreth problematikës në fjalë, por na thanë se duhet të dërgojmë një kërkesë për informacion. Redaksia e emisionit Fix Fare i dërgoi një kërkesë për informacion duke e pyetur nëse i është dhënë ndonjë leje firmës për të devijuar ujrat. Gjithashtu e pyetëm nëse firma ka leje ndërtimi dhe nëse është marrë ndonjë mas. Por deri në transmetimin e këtij investigimi, ambu nuk theu përgjigje. Fiksi kontaktoi në telefon me një numër telefoni të publikuar si pjesë e kontaktit në QKB nga firma Teodori 2003. Të lutem të bëj një telefon pak më vonë se jam sikur që mund të flas tani që të komunikojmë tamam. Në mungesë të një telefonate nga punonjësja, Fix Fare dërgoi një kërkesë me shkrim ku firma thotë se po zbaton vendimet e KRTRSH-s sot KKT-s.
por drejtori i basenit të Matit tha se nuk ka një leje nga KKTU për devijim të ujrave. Dhe për hidrocentralë mund bën nëse vendos KKTU-ja, nëse vendosin ato. Deri sot ka vendim KKTU-s për Jo, nuk ka një vendim tillë. Ky drejtor pohoi se nuk ka një leje për shfrytëzimin e ujrave, ndërkohë firma ju përgjigj Fixit se ka një leje mjedisore dhe leje të shfrytëzimit të rezervës ujore të vitit 2013. Fix fare i kërkoi Teodori 2003 leje të KKTU-s, por firma nuk na i vuri në dispozicion. Firma shkruan se pengesë për përfundimin e projektit janë bërë autoritetet lokale dhe vendore. Bashkia e Bulqizës dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave kanë bërë bllokimin e punimeve disa herë. Teodori 2003 shkruan se është drejtuar edhe gjykatës administrative për bllokimin e punimeve, gjykata e cila thot ka vendosur në favor të tyre. Fixi ka mësuar se vendimi i gjykatës bën fjalë për bllokimin e punimeve nga Bashkia e Bulqizës në pjesën e basenit të Drimbunës dhe jo në basenin e Matit. Jetojmë në botë interesante shumë. Jo, unë me thënë të drejtën i admiroj. Këmoj? Në distancë, do me thënë. Këta tipat, për guximin. Po, se si mund të bësh një hec pa leje. Interesant. Pra, e vërtet është që bota është e guximtarëve, Juli. Po. Jo, edhe unë dim se Po ti s'po bën dot një dritare, mor. Shtes. Po ç'a dritare, mor? Ti nuk po shet dritën e diellit, unë mora i dit divanin nga dhoma e gjumit, kam i kështu i poltron të vogël, desha me çun në kuzhinë. Më erdhi bashkia, tha çe do bëmë, mor. Policia bashkiake, po. Po e kam mrena shtëpisë, nuk lejohet atje. Edhe të kam thënë mos e tërhiq divanin se dëgjon komshiu dhe denoncon. Baje, hopa, najer. Këta punojnë me hece, ndërtojnë hece pa leje, marrin ujë pa leje, 7 vjet rresht dhe nuk çajnë kokën fare. Ka dhe i gjob aty. Han dhe gjob, as se paguajnë fare as gjobën. Edhe ankimojnë, shkojnë edhe gjykat atje, si ja bë syri tër. Po bravo për tu admiruar realisht. Po. Ju çekeni se jemi edhe në emision serioz tash se mund ta kisha thënë, ju çekeni edhe bravo Marçuna, bravo. Ju lum. Si çekeni ju. Për të marrë shembull janë, me thënë drejtën. Fare mor vlla. Pse pyesin më? Bravo i qoftë. Publicitet. Me leje ke publicitetin apo?